Me homazhet e shtatorja e Zahir Pajazitit në Prishtinë dhe të varrezat e dëshmorëve në Velani, është shënuar Dita e dëshmorëve të komunës së Prishtinës. Në këto aktivitete përkujtimore morën pjesë përfaqësues të institucioneve qendrore e lokale, përfaqësues të partive politike si dhe qytetarë të shumtë, të cilët nderuan sakrificën e të rënëve për lirinë e vendit. Zahir Pajaziti me shok ishin ndër të parët që i dhanë kuptim rezistencës organizuar kundër regjimit të asaj kohe. Madje shërbyen edhe si shembull i guximit vendosmërisë në rrethana teje të vështira për vendin tonë. Për rëndësinë e institucionalizimit të kësaj kujtese dhe mbështetjen ndaj organizatave të dala nga lufta, foli i pari i Prishtinës, i cili theksoi se liria e sotme i ka rënje te sakrifica e heronjve. Dhe që keni dalë këtu me na u bashku në ndërimet tona përvjetshme që i bëjmë për dëshmorët tonë, për heronjtë tonë, të cilët kanë sakrifikuar çdo gjë që sot këta kemi paqen, ta kemi lirinë. Nderime pranë shtatorës së komandantit të parë të UÇK-s bëri edhe ministri i mbrojtjes Eyup Maqedonci. Në këtë ditë për kujtime, unë mund të them që sot vendi ynë po ecë në drejtimin e duhur, ushtria jonë po ndërtohet duke pasur gjithmonë për bazë themelët e saj, Ushtrinë Shërimtare të Kosovës, gjakun e derdhur për liri. Homazhe pranë shtatorës së Zahir Pajazitit bën edhe deputet dhe antar të Partisë Demokratike të Kosovës. Liria jonë, shteti, pavarësia, çdo gjë që gëzojmë sot, ka ardhur me një çmim dhe me një sakrificë të lartë. Dhe për ne që jemi gjallë sot dhe që marrim frymë, sa herë që e humbim rrugën, vim këto. Dhe rrugtimi dhe amaneti është udhërëpyesi ynë për hapat që na presin. Sipas përfaqësuesve të familjeve të dëshmorëve, komuna e Prishtinës numëron 68 dëshmorë të rënë në luftë për liri dhe çlirimin e Kosovës.